Këngëtarja e madhe Parashivi Simaku ka rrëfyer për herë të parë arsyeën pse u largua nga Shqipëria. Në një intervistë ajo tregon se fillimisht udhëtoi drejt Italisë me një pasaport të blerë. Nëna ime më tha, do shkoj të shoh vëllain tim në Itali që ishte një nga këto refugjatët. Qante gjithmonë, aman tha se ti je shumë i njohur. Me mikeshën time shkova në ambasadë. Ai ambasadori italian më kishte parë gjithmonë në këtë mbrëmje që bënte partia për Krishtlindje dhe më mbante mend. I thash të lutem. Po ti je Parashivia, tha. Mos ki merak, tha se do e marr dash dervishin në telefon. Do bësh gati guest roomin, se isha dhe e varfër. S'kisha asnjë lek, dhurate kisha, më sollën atë makinën diplomatike. Vjen një burrë grua nga New Yorku dhe ata donin që të largëtoheshin, të hapnin muzikë në New York. Ishin nga Dibra e Maqedonisë, burrë e grua. Erdhën dhe më blenë një pasaport. Ishte pasaport e blerë, kalabreze. Victoria Marini, unë fliste italisht, dukesha se italiane, rrëfeu Parashivi Simaku. Në 9 mars 1992, mbërriti në New York të Shteteve të Bashkuara. U shokova kur erdha. Gjëja e parë që thoja është pse është qielli kaq i lartë. Në Shqipëri ato reti kemi si kapele. Më duke sikur kisha shkuar në një botë tjetër. Shqiptarët këtu më donin shumë, deklaroi Parashivi Simaku ndër të tjera. E pyetur se kur do të vinte në Shqipëri, Parashivia habiti fancat duke thënë: Kismet Zotit inshallah, duke lënë të hapur mundësinë që ajo mund të vijë shumë shpejt në Shqipëri.